NASA ka konfirmuar se roveri i saj, Mars Perseverance, ka gjetur molekula komplekse karboni në një shkëmb marsian. Ato molekula të vogla mund të jenë në nënshkrimi i jetës së lashtë mikrobike, dhe nëse kjo konfirmohet, do të jetë shenja e dytë e konfirmuar e jetës që gjendet jashtë tokës. Shkëmbi i mundshëm që bën histori u gjet në një shtrat lumi të tharë në një nga krateret masive të planetit të kuq. Roveri Perseverance i NASA-s ka bërë një zbulim të rëndësishëm në Mars, duke identifikuar molekula organike të karbonit në shkëmbin të formuar në një shtrat lumi që mbante ujë miliarda vite më parë. Matjet u kryen nga instrumenti Sherlock, i cili zbuloi karbon organik në shkëmbit argjilor, ndërsa roveri po eksploronte luginën Neretva, një lum i lashtë që dikur derdhej në kraterin Jezero. Shkencëtarët tregojnë se forma e karbonit të zbuluar, e njohur si karbon makromolekular, mund të ketë origjinë biologjike, por mund të jetë krijuar edhe nga procese natyrore gjeologjike. Për këtë arsye, zbulimi nuk përbën ende provë se në Mars ka ekzistuar jetë. Dr. Ashley Murphy nga Instituti i Shkencave Planetare në Arizona shpjegoi se ky lloj karboni mund të vijë nga materiale organike të fosilizuara, por edhe të krijohet nga reaksionet kimike midis shkëmbimeve dhe ujit, ose të transportohet nga meteoritët që godasin planetin. Një nga mostrat më interesante u mor nga shkëmbi Chejava Falls, ku u gjet karbon makromolekular në sipërfaqe. Sipas studiuesve, kjo mund të nënkuptojë se materiali është ekspozuar së fundmi në sipërfaqen marsiane, ose ka rezistuar ndaj rrezatimit dhe proceseve oksiduese që zakonisht shkatërrojnë substancat organike në Mars.